Interesanta kjo thonë. Imam Shafiu thot, mos jetoni në një vend ku nuk ka një hoç që ta mëson fen dhe një mjek që të informon këshillon për trupin, shëndetin. Kjo lakmamësia e Imam Shafiut. Zotën Imam Shafiun disa studiuesë muslimanë quajnë filozofin e parë muslimanëve. Sepse në vërtet në librat e tij ka qenë vizionar, largpamës edhe ka thellësi intelektuale të mëdha. Domethënë realisht e quajnë edhe e quajnë gjeniun musliman, domethënë abqari, gjeniun musliman. Imam Shafiu rahimahullah në ato kohë i paramendon shekullin e 3 hijrëtit. Viti Gërgjan kur ka jetu? Saksisht nuk më kujtohet tani domethënë për momentin, po 180-220 aty pari tash saksisht nuk e di unë me shikon në internet domethënë edhe me gjet. Por në atë kohë domethënë fundi i shekullit, fillimi i shekullit 3 hijrëtit. Ka qenë, po ka tregu do thotë dimensione largpamëse në kujdesin e komuniteteve në ndërtimin e jetës shoqërore. Do thotë një qytet, një fshat, çka i duhet më dhon përparësi. Edhe këtu gjithashtu shifet qartë dekadenca jon edhe tash, krahasim me këto udhëzime. 1200 vjet më vonë. Po. Do thotë nëse na e ndërtojmë një lagje të re, për shembull kemi na komuna, kemi ministri për planifikim hapësinor, transport dhe lidhje kështu me radhë. Domthonë kemi institucione që kanë me qindra dhe mija punëtor që merren me planifikimin hapësinor. Edhe tash çka ndodh? Ndodh që kur planifikojmë lagjet e reja na nuk parashohim atje do të sa duhet as kopshte për fëmijë çerdhe, as shkolla fillore, as shkolla të mesme, as ambulanca, as poliklinika, do thot as salla sporti, as kënde lodhash për fëmijë, gjithsesi nuk planifikojmë xhamia. E tash Imam Shafiu rahimahullah në atë kohë kur këto muhabete s'kan qenë kaq të detajizuara si janë sot, ka thonë mos jeto në një vend ku s'ka hoxha, ku s'ka mjek. Pse? Sepse jeta e individit varet prej dy shëndeteve. Shëndeti do thot psikik dhe fetar dhe shëndeti fizik dhe trupor. Andaj me hoxhën të intelektualisht ngelesh i ngritun edhe shpirtnisht je mirë. Do thotë se hoxha është dietar, është akademik. Sidomos flasim për atë kohë kur hoxhallarët kanë qenë pronar të shumë shkencave. Nuk është sikur se sot që një pjesë e madhe e hoxhallarëve do thotë janë të thirrur me fol vetëm për fen. Në ato kohra kanë qenë domosdoshmë sikur se filozofët e vjetër, kanë qenë ekspertë të shumë lëmive. Zakonisht ka hyrë gjuha arabe aty, kanë hyrë disiplinat fetare, edhe ka hyrë mjekësia. Edhe shumica e hoxhallarëve si e kanë njoft fen, e kanë njoft edhe mjekësinë. Edhe normalisht gjithashtu kanë ditë edhe shkencat mbi gjuhën, po normalisht kanë pas edhe hoxhallarë që kanë ditë edhe shkenca eksakte, matematikën gjithsesi, po edhe shkenca që kanë marrë me kimi, me fizikë kështu me radhë. Edhe andaj Imam Shafiu rahimahullah thot kur shkojsh në një vend, shefe në atë vend, a ka intelektual edhe a ka mjek. Që kur të kesh probleme intelektuale, kesh me këtë të debatosh, kur kesh probleme shëndetësore, ki kush të trajtoje ato. Që nëse përkthejmë pak ma konkretisht, do thot një shoqëri e zhvilluar është ajo shoqëri e cila vazhdimisht prodhon nga gjiri vet njerëz intelektual që merren me shkencë dhe me fe dhe mjek, të cilët domethënë do të jenë aq në numër sa që do e ndihmojnë shoqërinë e vet me u mjekue në raste ku do të kenë sëmundje të ndryshme. Që i vjen se sot na për shembull në përputhje me numrin e banorëve të një shtetit, të një qytetit, të një fshatit, duhet do thot e bo matematikat. Për një qytet sa mjek duhen të gjitha drejtimeve, të gjitha specializimeve. Do thot edhe si infermier, si teknik medicinal, infermier, po edhe si specialist të drejtime ndryshme. Nuk i dimi këtë drejtimet e mjekësisë, po e dimi se ka ginekologji, e dimi se ka kardiologji, e dimi se ka neurologji, e dimi se ka domethënë smundje drejtime të ndryshme, të cilat faktikisht të gjitha ato do të mbulon me aq mjek sa që i mjaftojnë
një qytetit ku jeton ti, nëse është qytet periferik, dhe nëse është kryeqyteti në pyetja dhe qendrat klinike universitare, atëherë gjithë shtetit ku ti jeton. Edhe kur ti bëjmë këtë matematika në hala dalim minus. E para në aspekt statistikor, e pastaj në aspektin e kualitativ, cilësor. Edhe paramendoj ka folë para 1200 viteve, në hala sot nuk kemi arrit që t'i nxisim njerëzit t'i mbulojnë këto nevojat tona. E dyta në aspektin e intelektualëve, këtë rast hoxhallarëve në aspektin fetar, njëjtë botë matematika, sa banor musliman i ka ai qytet, sa xhamia i ka nevojë ai qytet me pas, sa hoxhallar i ka ai qytet domethënë aktiv, sepse edhe xhamia si institucion edukativ arsimor nuk e ka veç një figurë, po e ka muezinin i cili e thret ezanin, imami i cili i prind besimtarve, muallimin i cili i mëson fëmijët dhe hadimin i cili e mban ligjëratën. Në shumë xhamia ka mundësi me koni njëjti mi lut këto 4 role, mirë për nëse duam funksionalitet plot xhamis, na duhet me nda këto detyra në 4 persona, ku secili e kryen detyrën e vet, edhe atë rritet kualiteti edhe sasia e prodhimit të produkteve që i prodhon ajo xhami karshi xhamatit ku jeton ata. Mirë, po para kësaj na kena një problem, për shembull, nëse kemi 1 milion banor me një qytet, i kemi 300.000, 400.000 banor me një qytet, duhet me pas se atyve banorëve ditën e xumos sa xhamia u duhen për me u fal, jo në diell edhe në shi. Edhe kur na e shohim se çka ndodh në qytetet tona të mëdha, metropolet tona, ku ditëve të xumaja, që është obligim fetar i besimtarëve me fal në xhami, se s'mund me falen në shtëpi xumon, për burrat po flas, edhe vjep koha për shkak që ata të falen në rrugët edhe oborin e xhamisë dhe rrugëve për xhamis, i kemi kushte klimatike të vështira, kemi verë të nxehtë, edhe kemi dimra të ftohtë, edhe shohim se si ata vujnë, edhe e shohim se si organet kompetente nuk merren as pak me këtë problematikë, edhe nuk në planet e tyre urbanistike nuk e parashohin në lagjet e reja, sidomos askund parcella për xhami, i themi ata njerëz neve nuk na vlerësojnë asgjë. Nuk na llogarisin se jemi banorë të vendit. Edhe nevojat tona, domethënë, edhe ato shpirtërore, edhe ato fizike që i kemi për të zbatuar obligimet tona shpirtërore, nuk i përfillin. Edhe injorimi në këtë aspekt fatkeqësisht është te i mase i skajshëm, te një numër i madh i pushtetarëve dhe qeveritarëve tonë, fatkeqësisht. Domthonë shumica e kryetarëve të komunave tona, qyteteve tona, asnjëherë në asnjë plan detaj urbanistik nuk parashohin vend për xhami. Edhe bile, sikur se ka ndodhur paradokse, janë gatshëm ata edhe shkollat, me shembe, me shndrun kisha, mirë po nuk bën vaki që ata me leju një vend shtetit, domethënë me shndru në xhami, e cila e shërben gjithë atë komunitet. Madje xhamit i shërben edhe komunitetet jo besimtare, sepse shpesh herë ndodh që ato xhamia me nis aksione humanitare, nga të cilat aksione humanitare përfitojnë gjithë besimtarë dhe jo besimtarë. Sikur se është rasti për shembull sa xhamia organizojnë dhurimin e gjakut. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe te na, tërmete, zjarre, shkatrim, djegje të shtëpive, edhe këto xhamia merren me kësi aktivitete. Edhe përfituesi i këtyre aktivitete kush është? Janë gjithë shoqëria jonë. Pa marrë parasysh janë besimtarë as janë besimtarë. Edhe andaj nga kjo që ka thonë Imam Shafiu del ashef pra domosdoshmë 1200 viteve si ka evolu kjo. Do thotë o ju musliman, o ju besimtar, o ju shoqëri, o ju banorët e një fshatit, banorët e një qytetit. Sa merreni me gjërat kota, merruni me, do thotë, krijimin e kushteve të jetesës komode në vendin tuaj. E tani, kur të kthehemi te pjesa e mjekëve, kemi një problem të ri. Problemin e emigrimit mjekëve nga vendet tona në shtetet perëndimore. Pse? Për shkak dy arsyeve. E para është do të thotë arsyeja profesionale, mungesa e efektivizimit të administratës së Ministrisë së Shëndetësisë, fondit shëndetësor dhe drejtorive përkatëse në qendrat universitare klinike. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë se njerëzit nuk e marrin vendin me merit, por e marrin me afërsi, do thotë nga pushteti. Edhe kush është pushtet, i emnon drejtora njerëzit e vet, ndrohet pushteti, vjen pushteti i ri, përsëri ata i vendosin në vendet kyçe njerëzit e vet. Në këtë formë i bëhet padrejtësi njerëzve meritor, edhe çka ndodh? Ndodh që njerëzit bëktisen, mërziten nga kjo padrejtësi dhe ky do thotë mos vlerësim i sakrificës së tyre. Edhe ai kur e shef se për shembull punon 10 vjet, 15 vjet me djersë, me mund, me sinqeritet,
me cilësi dallume të veçantë, me specializime të vazhdueshme, edhe ngelet I parëndësishëm në atë spital, ai do thotë shumë raste I po I kërcënuar. kërcënuar, I sabotuar, I shantazhuar, edhe I sham, I ofenduar dhe thotë po shkoj dikon ku më vlerësojnë. Po valla. S'është vlerësi tash rroga, është vlerësi domodin merita në vlerësim edhe me do të vlerësim meritor I punës teme. E kjo fatkeqësisht ndodh në shumicën e shteteve tona shqiptare. Me informata të sakta që I kam domodin për njerëzve që janë aty aktiv. E dyta është puna e pagës. Përdesja e paga domodin simbolike për rrezikun që kanë ata dhe përgjegjësinë që e marrin ata për mi vete kur e bëjnë një operim të një pacientit, do thotë normalisht mos vlerësimi I mundit dhe sakrificës dhe rreziku që e marrin përsipër dhe përgjegjësisë, ata do shohin një zgjidhje tjetër. E këtë zgjidhje e kemi në spitalet private. Edhe spitalet private, njëra përdesja janë private, ato janë spitale biznesi, nuk janë spitale humaniste. Dhe përdesja është biznesi në pyetje, normalisht janë dy burime kryesore të financimit spitale private. Një është pagesat e shtrenjta që I bëjnë qytetarët për intervenime do të shpejta dhe suksesshme për familjarët e tyre. E dyta janë marrëveshje që I bëjnë me fondin shëndetësor. Shtetet e caktuara normalisht edhe këtu politizohet edhe e drejta e hapjes së spitaleve private, mirë po përdesja janë private. Ato qëllimin kryesor e kanë sigurimin e fondeve të mjaftueshme për me mbajt atë spital domodin në kam, edhe me mbajt nivelin e kualitetit. Tash kualiteti është dy aspekte. Një është aspekt dekorativ, infrastrukturor, kuptimin e bën spitalin e ri, e bën të bukur, e bën me fotele të bukura, dizajnin të bukur mrena, krevatet e të smurve I bën gjithashtu domethën dhomat I bën me pak pacienta, pjesën teknike e zhvillon mirë, edhe pjesa e dytë që është më e rëndësishme se para është puna e stafit mjekësor, do thot nga tekniku deri te do thot drejtori I repartit, çfarë kualitete kanë ato, çfarë përvojë kanë ato dhe çka ofrojnë ata nga betimi I Hipokratit të cilën ata e thënë kur e përfundojnë fakultetin e mjekësisë. A janë alo në atë betim apo e kanë haruar krejtësisht atë betim edhe nuk u del parasyve në momentin kur ata e bëjnë interventin te një pacient, apo e shohin si para atë pacientit. A ka mundësi më na tregu për betimin e Hipokratit? Domthonë ajo është betim që e bëjnë mjekët faktikisht në momentin kur e kryejnë fakultetin e mjekësisë, ato do jenë në shërbim të pacientit, njerit të smur, të lëndum, qoftë prej domethënë miqve, qoftë prej armiqve, qoftë luftë, qoftë paqe, ato do të jenë vazhdimisht domethënë në shërbim. Tash nuk e di unë tekstin. Po për mëse. Po është qëllimi kjo. Do jemi të sinqert në zhvillimin e profesionit ton dhe do jetë preokupimi jon kryesor ta ndihmojmë të smurin me gjithë atë që e kemi na parasysh. Po. E tani kjo është puna e mjekësisë. E njëjta situatë është edhe te hoxhallarët. Nëse institucionet fetare të na, Bashkitë Islame, nuk kanë përkujdesin e duhur të qeverive tona dhe I llogarisin si institucione të parëndësishme, irrelevante dhe të anësore dhe nuk I mbulojnë me buxhetet nevojat e tyre, buxhetet qeveritare, megjithëse na besimtarët që jetojmë këtu shtete jemi taksapagues. Edhe ashtu sikurse pe taksave tona paguhen shumë sene në këtë shtet, pse mos paguhen edhe shërbimet të hoxhallarëve. Edhe në këtë situatë kur Bashkia Islame jeton me kontribute vullnetare të besimtarëve, atë normalisht nuk ka fuqi ekonomike për me siguru paga të mira për hoxhallarët. Edhe çka ndodh, zakonisht hoxha që vjen në vendlinjën e tij dhe nuk gjen punë për kace ose gjen një punë, por e shef se pagesa nuk I plotson nevojat e tija, atëra e shef gurbetin si zgjidhje dhe opsion. Ashtu sikurse ikën mjeku, ikën edhe hoxha I mirë. Tash nëse jemi situatë ku na nuk kujdesemi as për mjeksi, as për fe, këtë rast as për pjesën e profesionistëve tjerë në lëmi tjera, e na ikin më të mirë që I kemi na, atë nuk e diun se kena me zhvillu jetën këto vende. Edhe andaj është detyrë dhe obligim I pushtetarëve, kushdo qoftë në pushtet, I qeveritarëve, që ata të punojnë, do thotë edhe të jenë sinqert në realizimin e këtyre planeve dhe programeve punës, që të sigurojnë kushte normale jetësore për këta profesione që na të gjithë pastaj të jetojmë mirë. Edhe andaj jo rastësisht për shtetet e zhvilluara investimin më të madh e bëjnë në sistemin e arsimit. Shkolla. Në pagat më të mëdha japin mësuesve,
të cilët mësues pastaj punojnë me fëmijët që t'i motivojnë ata të vazhdojnë në limite ndryshme, secili në atë që e ka për zemrë dhe dëshiron, po t'ja jep hakun që ato studimet, domethënë pas shkollave të mesme, në fakultet dhe pas fakultetit të sjellin kualitet në të gjitha segmentet e jetës dhe normalisht kur kemi pastaj kushte të mira ekonomike, bëhemi edhe të pathyeshëm karshi turistëve, presioneve dhe joshjeve, të cilët na ofrojnë pastaj opsionet politike ndryshme që dalin në shesh, duke tentuar nëpërmes kësaj forme të blejnë votën dhe votuesin dhe të sigurojnë pushtetin shumë mandate, duke mos e shikuar a kanë suksese në realizimin e premtimeve të tyre apo thjesht janë premtime boshe që në start premtime të cilët as vetë nuk mendojnë se kanë më qenë realitet ndonjëherë në vendet tona. Pra shife, një fjali im në Shafiut ka të bën, nëse elaborohet detajisht, ka të bën me një zhvillim infrastruktur, politik, social, do të akademik të një shoqërie ku jetojmë na sot. E tash, nëse na sot qytetet tona s'kena hoxhallar sa duhet edhe mjek sa duhet, kjo është si numër. Po edhe hoxhallar si duhet, edhe mjek si duhet, atëherë s'ki çka lip në atë vend. Lipën një vend tjetër. Domethënë kjo nuk është thirrje për me emigru vendet tona, po është thirrje që na me kontribuat gjithë, me rrit sasinë e kuadrit, domethënë intelektual të na, edhe me rrit sasinë e kualitetit të shërbimeve të tyre. Edhe me emigruve toka Allahut është gjithkohë. Po ma emigrimi ka pasojë të tjera, por atë fetarisht edhe kjo temë është elaboruar shumë mirë, në momentin që ti si një komunitet për shembull shqiptar musliman këtë rast, emigron në një shoqëri ku janë shumica jo musliman, jo shqiptar, ti rrezikon me humb edhe identitetin kombëtar edhe atë fetar, që kurse ka ndodhur me shumë familjar tonë, domosdoshmë që kanë shkuar në gurbet, në momentin që humb identitetin fetar, shumë lehtë pastaj humb edhe atë kombëtar. Edhe andaj fëmijët, edhe nipat, stënipat e familjarëve tonë që jetojnë në gurbet sot nuk dinë me fol shqip. Do të thotë e kanë humb identitetin kombëtar. Nëse prindërit largohen prej xhamie edhe prej qendrave islame që janë domethënë vatra të arsimit kombëtar, arsimit fetar, të problemeve sociale, zgjidhjen e problemeve sociale të shoqërisë, komunitetit shqiptar që janë perëndim, atëherë ata nëse humbin edhe fen, domethënë si lidh asgjë pasaj as me tokat tona shqiptare, as me fen Allahu dhe xhara fen islame dhe ata bën tjetërsohen, faktikisht shkrihen në popujt e vendeve ku jetojnë ata. Këto janë rreziqe të mëdha që faktikisht fitimi është shumë i vogël në krahasim kësaj humbje. Ti mundesh me fitu miliona, por nëse nuk je shqiptar, nëse nuk je musliman, çka të vjen ajo pasuri. Po më pëlqen qasja e Imam Shafiut para 1200 vetëve këtë thonje ka thënë. Domethënë, mos rrin atë vend ku s'ka mjek. Po flas për mjekin. Domethënë se ne gjithmonë kujtojmë që feja thret me po sabër, mos shkon doktor rriban sabër vujçet, jo, shko shnoshu. Shnoshu edhe prodho kushte, domethënë që kush ka me të shëru ty me kon i mirë. Domethënë faktikisht me pas ambulancë, me pas poliklinik, me pas spital, se s'mundet janë nivele, domethënë ti s'mundesh me një ambulancë me shëru problemet e komplikuara shëndetësore. Kur thotë mos rrin në vendin ku s'ka mjek, domethënë ai vend është i pazhvilluar. Domethënë tash kur e ndëgjon këtë porosi, nxjerrë para vetes një vend në Afrikë që s'ka kurrë. Sjetohet aty dhe me dasht. Ama kjo qëllimi i kësaj porosie është kjo. Nëse jeni komunitet i ri, në një vend të ri, atë fillo zhvillimin infrastrukturor. Mos e bën shtëpinë tonë ti, kjo është ajo. Mos e kshiti veç galën tonë. Po prodho dy institucionet bazike që ta mbrojnë shëndetin imanor në këtë rast dhe intelektual dhe shëndetin fizik biologjik. Hoxhën edhe mjekun. Këto prodhoi më një herë, institucionet ku ata kanë me vepru prodhoi më një herë, domethënë xhamin edhe ambulantën, pastaj fillon domethënë me thënë njerëzit me jetun tese, përndryshe jeta juaj ka më kon katastrofë. Dhe kjo është e vërtetë. Për shembull, sa njerëz në Afrikë vdesin nga malaria. Pse s'ka ambulant ku ata do të vaksinohen kundër malarias, a kupton? Me pas mjek edhe me pas ambulanca që ata vaksinohen kundër malarias, nuk vdesin nga malaria. Jemi viti 2025. 1447. Po. Jo. Imam Shafiu para 1200 vetëve ka thonë këtë. Në Shkup, spitalet private që i ceke janë të mbushur me vëllezërit e motrat tona të Kosovës. Pse po ndodh kjo? Pse Maqedoni fiton ato pare të fituara me mund? Masi jena të që kjo teme, Imam Shafiu që shumë lidhet me këtë temë. Nuk lidhet direkt, lidhet indirekt si pas analizës që na ja bëna jemi në RTI.
Edhe puna është, po është domethënë ajo një prej brengave që kemi na si shqiptar që jetojmë në Maqedoni, për atë që ndodh domethënë sidomos 2 spitale kryesore private në Maqedoni, pacientët kryesorë i kanë prej vëllezërve dhe motrave tona që vinë nga Kosova. Ekskluzivisht. Edhe operimet e tyre domethënë janë shumë shtrenjtë, se zakonisht vinë për probleme që s'gjen zgjidhje për to domethënë ndoshta në Kosovë. Është dilemë shumë e madhe, është pyetje domethënë shumë e vend, është problem shumë i rënd, edhe me ato parët atyre pacientëve ata domethënë i kanë zhvilluar instrumentet e tyre dhe kanë arrit një standard s'pakun pjesën teknike, një standard shumë të lartë botnor. Pjesën e profesionale mjekësisë është mohabet që ka për të diskutuar aty domethënë. Po normalisht këtë është ai dështimi i 2 segmenteve, mendoj unë, Allah e din më së miri, i pjesës do thotë institucionale e pushtetit qeveritare, ku qeverit tona, si e përmenda më herët, domethënë nuk e zhvillojnë sektorin e shëndetësisë në baza profesionale dhe meritokratike, po në baza domethënë të afërsive partijake, dhe andaj fatkeqësisht në shumicën e shtetet tona shëndetësia shtetënore nuk është në nivelin e duhur, është shumë larg asaj që dëshirohet. Pjesa private domethënë është shumë larg prej asaj, shumë larg më lart s'paku te pjesa teknike, sa ato që janë do thotë sektori shëndetësor shtetënor. E tani te pjesa private, domthonë nuk ka mujt me kuptu kur si ka mundësi për shembull në një shtet që ka disa domthonë multimilionera, mos me pas mundësi ata për shembull me bë bashkimin e kapitalit vet për me hap një spital privat i cili ka i trajtu këtë çdo probleme serioze që pacientët do thotë nga Kosova vinë në Maqedoni për to, mi i trajtu në Kosovë. Kur ki kapital edhe kur ki marrëveshje me fondin e shëndetësisë, atëre mjek që do i paguash mirë vinë për këtë botës. Edhe nëse s'ki kuadër popullin tanë. Po, dhe, a zakonisht për shembull nëse ti pagun mirë, kemi pas mjaft kuadrat brenda popullit tanë. Se na kanë rënë nënçmojmë kuadrat tona, po kuadrat tona sot udhëheqin domosdoshmë shëndetësinë e Gjermanisë dhe Zvicrës 100%. Domethënë e kam qëllimin këtë kuadrat më të mira që atje janë domosdoshmë kuadrat shqiptare. Me dëshmom janë drejtorë reportesh. Edhe në Gjermani dhe në Zvicër. E tash do thotë ata mjek që janë botë mëdha atje, janë botë më për shkak suksese që kanë pas. Që i njëjti mjek me pas net këto, me pas kushtet atjeshëm edhe këtu i bëj madh. Mirë po napse toni se vlerësojmë, atëherë kemi nevojë me thirrje dikan prej Amerikë ose pi Evropë ose pi vendeve tjera me na ofru domethënë mjekimin e popullit ton. E normalisht kemi paguajtur 2 fiqin, 3 fiqin asaj që paguon mjekun ton. Ky mos organizim, ky mos bashkim i forcave të multimilionerave që kemi na ka bëu që ata edhe pse janë bërë disa spitale private edhe në Kosovë, tani kohën e fundit nuk kam shumë informata se sa janë, po janë bërë disa për tyre, po fatkeqësisht hala kemi na njerëz që prej Kosovës vinë për të trajtuar këtu në aspekt shëndetësor, edhe është një breng, edhe është një gale që don lip zgjidhje, po zgjidhjet janë këto. Shteti e dyta do të sektori privat me bashkimin e forcave kanë mundësimi të kalu edhe me ofru zgjidhje qytetarit që mos ketë nevojë me shku askon jashta shteteve tona. Se na jemi të vetëdijshëm se për shumë operime të rënda, do thotë popullata jon e Ballkanit përgjithësi, o shkon në Austri e në Gjermani, ku është shumë më shtrenjtë, ose shkon në Turqi. E tani kohën e fundit e pa në Greqi, ku njëjtë ka kualitet lartë, po çmimet janë pak më të lira se sa Gjermania dhe Austria. Normalisht kush është milioner zakonisht e preferon Evropën, kush nuk është milioner e gjen si zgjidhje Turqinë ose Greqinë, po përsëri domosdoshmë është kjo devalvuese për ne si shoqëri, për pushtetet tona dhe për shoqërinë tona. Në këtë mejdan të folë më kujtuaj ndodhi e vërtet, po është si një lloj barcolete kur shkon ish kryetari i Egjiptit tani më i ndjer Islim Bareku në Gjermani për trajtim. Edhe pa thot stafi mjekësor nuk e njohin kush është, edhe ne trajtojnë. Edhe këthon, e dini kush është kush është kryetari i Egjiptit. Do 30 vjet ka studiuar me Egjiptin. Ka thonë po çfarë kryetari ka kanë që duhet marrë në Gjermani mu trajtuar, që se ka bas një spital për shtatshëm që ai me shumë atje mu trajtu. E këto janë problemet tona. Po faktikisht shumica edhe politikanëve tonë kur kanë mu trajtu, nuk trajtohen këto të na trajtohen jashtë. Edhe kjo është argumenti i mjaftueshëm për dështimin e çfarë dështaka janë pjesës më të madhe të
figurave politike që tash 20-30 vjet po na udhëheqin neve. Do më thonë, gjatë qërimit të ish presidentit të Egjiptit Husni Mubarak në Gjermani, një anesteziolog e pyet infermierën që shërbente atij. Kush është ky? Ajo i thot, "Ky se një ky është ai që ka qeverisur Egjiptin 30 vjet, Hosni Mubaraku." Ai i thot, "Si duket pas ka qenë udhëheqës i dështuar." Ai ja kthan thot, "Pse? E si e dini që është dështak përderisa ju nuk e njehni dhe pyetni për të?" E ke ja kthan thot, "Kush e qeveris një vend 30 vjet dhe nuk arrin me ndërtuar një spital për ta shëruar vetveten dhe bijtë e atij vendi, ai vërtet duhet të jetë një dështak." Kështu që Po. njerëzit si Hosni Mubarak edhe te ne Shive na për shembull kur lexojmë këtë ndodhim me Hosni Mubarakun, qeshemi se kalon në Barcolet, sepse është për mi, po mi po gjendja janë tëra nuk është më mirë. po. Kështu që admirimi është i madh këtë rast kur na për shembull Po çe blerim Latifin, fal si po ndërprej. Se gjithmonë e përmeni si shembull të keq. Çdo ditë del në para televizionit, thot Sani Hylli lavdrohet, shish gjithë rini, Sani Hylli fulla në këne, unë ja shkruaj në status, thot, po ti shka krenohesh me kallaballikun që u ka bën Sani Hyll. Kur çaj kallaballik në Shkup, në Sistin, në spitalet e Shkupit nga Kosova po i mbushin. Kreno kur ta ndërtosh në spital në Kosovë. Ose në universitet, domethënë në range botnore, domethënë të lartë, normalisht edhe universiteti ka statush tash, edhe spitali ka statush, po është puna se pra unë tentova me bë dallimin në dy segmente. Domethënë teknikisht ti mundesh me qenë shumë i bukur, shumë komod. Problemi është brenda, domethënë stafi, çfarë niveli është, domethënë ai kupton mirë mjekësinë, ose kupton edhe është i sinqert apo nuk është i sinqert. Edhe universiteti njëjtë, domethënë mundesh me hap statush universiteti. Po është qëllimi i universitetit me nxjerr intelektual të mirëfillt, domethënë pasionuar pas vërtetës, njerëzit guximshëm për ta mbrojtur mendimin e vet, njerëzit që janë largpamës, vizionar, apo thjesht bësh njerëz me diploma aty. Edhe sikurse na e dim, fatkeqësisht një pjesë e madhe e shkollave private, universiteteve private, sikurse edhe spitalet private, qëllimi është me marr lekun edhe thjesht domethënë me dhënë diplomë dikujt me bën njerin të përgatitur për me marrë një post ministror.